Të nderuar besimtar, si pa kuptuar, jemi sot në xhuman e fundit për këtë vit. Xhumaja e fundit për vitin 2025. Po lutim Zotin ton që çdo ditë të kaluar në të jenë ditë dhe net të cilat janë pro nesh dhe jo kundër nesh. Të jenë ditë dhe net të cilat do të dëshmojnë që po, filani ishte i përkushtuar, po filani dhe filania ishin ata të cilat dëshmuan me dëshminë e shahadetit dhe mbetën të shndruar në këtë ditë, në këtë net, në këtë muaj dhe në të gjithë vitin. Jemi në ditët e fundit të këtij viti, ku për fat keq shumë prej njerëzve, qofshin ata në rang të vendit ton apo botëror, në fundin e vitit pothuajse harrojnë krijuesin e tyre. Pothuajse mbeten të harruar kundrejt atij subhanahu wa taala, i cili kur nuk duhet mbetet i harruar. Allahu subhanahu wa taala është Zot, ishte Zot dhe do të mbetet Zot, i vetëm, i cili e meriton adhurimin, bindjen dhe nënshtrimin. Allahu subhanahu wa taala është Zot përveç të cilit nuk ka Zot tjetër, përveç të cilit kurse si nuk duhet të madhërohet, të adhurohet, të lavdrohet askush tjetër. I vetëm është Allahu subhanahu wa taala. Ishte i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. O jo musliman, kijani frikën Zotit tuaj dhe krenohuni me këtë Islam. Krenohuni me fenë e Zotit të gjithësisë, fenë e vërtet. Larg të kotës, larg festave të kota, të cilat nuk çojnë diku tjetër përpos se në humbje. Jemi në ditët e fundit të vitit, ku presim me padurim në thojzat vi një natë e madhe, një natë finale, nata e ndrimit të viteve, nata ku për fat keq shumë musliman, shumë njerëz të cilët i thojnë vetes musliman, e presin, e festojnë dhe e madhërojnë të natë më shumë ndoshta se sa netët e Bajramit, më shumë ndoshta se sa netët e Ramazanit, ndoshta më shumë se sa nata e Kadrit. Ne jeni musliman. Ne jena musliman dhe i kemi festat tona. Nuk kemi ne nevojë për diçka të futur me qëllim apo pa qëllim, me dashje apo pa dashje në kulturën tonë islame, por dhe në kulturën tonë shqiptare. Harxhime të kota, harxhime maramense, për të cilat nëse ju kujtohet, ja më larg se një javë apo 2 javë më parë, folëm që Zoti i gjithësisë nuk i don ata të cilët e shpërdorojnë pasurinë e tyre. Për çfarë duhet me festu? A ka dikush i cili realisht na tregon se për çfarë duhet me festu natën e fundit të këtij viti? Ti je po i njëjti, si në 2025 edhe në 2026. Pa dhe në 2027 po ti je, filani i biri filani. A ke bon do një ndryshim madhor që duhesh me festu? Kaluan ditët dhe netët i këtij viti. Po kalojnë ato dhe po përfundojnë, ti edhe unë. Çfarë veprove? Ti edhe unë në vend që me festu, bëja një llogari të thjesht vetes tënde. Bëja një llogari të thjesht vetes tënde. Ashtu sikur se bizneset e ndryshme i bëjnë llogari për nga ana ekonomike, edhe ti si musliman, bëja një llogari vetes tënde, ti në raport me Zotin tënd si ke qenë. Kaluan 365 ditë të vitit, sa namaze i fal. A e din ti o musliman, ti i cili gëzohesh shumë, ti i cili po lumturohesh shumë, se sa namaze i ke pas detyrë dhe sa i ke kryer?
Sa namaze brenda këtij viti i kishe detyrë dhe sa prej tyre i kreve. Ramazanin i cili kaloi, a agjërove të plot. Kuranin, librin e Zotit këtë vit, sa ke lexuar prej tij, sa ke memorizuar prej tij. 365 ditë, sikur nga një ajet ti edhe unë të kishim mësu, sa do të bënin ato. Let llogarisi gjithsecili prej nesh vetveten e tij në këtë vit, si ka qenë në raport me Zotin e gjithësisë, si ka qenë me krijuesin e tij. Nuk e kuptoj realisht pse duhet muslimani t'i kushtoj një rëndësi kaq të veçantë kësaj feste. Ndoshta njeriu musliman, i cili e quan veten musliman, por se ka pa ndonjëherë derën e xhamisë dhe s'ka ngjuar ndonjëherë për Zotin, ndoshta mundet ta justifikojnë se e ka nga padia këtë festë. Po ndoshta edhe një njeri i cili vjen vetëm për Bajram, se po vinë tjerat, hajde se po vi dhe unë. Po ndoshta edhe ky mund të justifikohet me paditurinë e tij. Por ti si musliman, i cili prezanton çdo xhuma në xhami, që dëgjon imamin, që çdo xhuma thot, o njeri thuj la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ki frikë Zotin, shko drejt të lejuarës dhe largohen nga ndaluara. Ti o musliman, çfarë do të festosh? Ti o musliman, i cili prezanton çdo ditë në xhami, çfarë je duke festuar? Ata ka urdhëruar këtë gjë Zoti i gjithësisë, ata ka urdhëruar këtë gjë Muhamedi alayhis salatu wassalam, larg festave të kota pagane, festa të cilat nuk kanë lidhje me Islam, po e bëj për hir të fëmijëve. Çfarë po bën për hir të fëmijëve? Dreka dhe darka mund të bësh çdo ditë dhe çdo natë të vitit. Pse pikërisht natë duhesh me i kalu kufi? Akoma më keq, ata të cilët në natën e vitit të ri i gjen ato 2026 të dehur dhe me dhimbje kokë. Çfarë pritet prej te? Çfarë pritet një vit i suksesshëm prej teje? Kia frikë Zotin e gjithësisë, se do t'japim një ditë para Zotit të gjithësisë, do t'japim llogari. Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, një shok i pejgamberit alayhis salam na drejtohet dhe na thot: ne thot ishim një popull i nënçmuar. Flet për popullin e tij. Ne ishim një popull i nënçmuar, ndërsa Zoti thot na ngriti me Islam. Të mjafton ty si musliman feja e Zotit tënd. Të mjafton ty si musliman libri i Zotit tënd. Të mjafton ty si musliman fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në vend që muslimani me festu, duhet me u përkujtu. Në vend që muslimani me u dëfry dhe me festu, duhet me u përkujtu. Çfarë me përkujtu? Që kaloi viti shumë shpejt. Subhanallah, gjithsecili prej nesh e dëshmon që shumë shpejt kaloi ky vit. Po ashtu sikur se kaloi ky vit shumë shpejt do të kalojë edhe viti tjetër. E shumë shpejt do të kalojë edhe jeta jonë. Prandaj përfundimi i këtij viti le të na përkujtojë neve përfundimin ton. Edhe në një ditë do të dalim para Zotit gjithësisë. Edhe në një ditë do të përfundojmë punën me këtë botë dhe do të dalim para Zotit gjithësisë për dhënë llogari. Allahu i lartësuar ka thënë: kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Secili njeri do t'i vi fundi. Secili njeri do t'i vi vdekja, e pastaj do të dalim gjithë para Zotit gjithësisë. E lumë për atë i cili kur del para Zotit gjithësisë, del me besim. Lumë për atë musliman dhe muslimane, i cili dhe e cila kur del para Zotit gjithësisë, del me 5 kohët e namazit. E lumë për atë i cili kur del para Zotit, del me agjërim, me sadaka, me respekt ndaj prindërve, me punë të mirë, me shkumeni të mirë, me fshiun e tij, me të afërmin e tij. Lumë për atë musliman i cili kur del para Zotit, del pa rrena dhe pa mashtrime, del pa hile. Pejgamberi alayhis salam një ditë teksa po e varroste një shokun e tij, i drejtohet
të tjerëve dhe i thot, kur njeriu musliman i vjen vdekja, i paraqiten thot ati me lajke me qefin prej xhenit, me aromë të mirë, dhe vinë thot dhe ja marrin shpirtin me butësi, ashtu sikur se del uji nga burimi i tij, në formën më të mirë. E pastaj thot ja marrin këtë trup, ja marrin shpirtin e tij dhe e ngrisin lart, dhe me lajket vazhdimisht pyesin, kush është ky filan? Kush është ky njeri? Është filani, biri i filanit, dhe përmendet me emra dhe me cilësi të mira. Ndërsa thot pejgamberi alayhis salam, kur një njeri i cili s'ka qenë besimtar dhe nuk e ka njohur Zotin e tij hak, i merret shpirti, ja marrin shpirtin thot me vështirësi, ashtu sikur se del krëri nga leshi i delës, me vështirësi të mëdha ja marrin shpirtin, që ta përjetoj vujtjen qysh në çastet e vdekjes, e pastaj thot mos pyet më për vazhdimsinë e punëve apo vazhdimsinë e shpërblimit të dënimit të këtij personi i cili nuk ka qenë besimtar. Allah na bëf ne prej besimtarëve. Allah e lartësuar na bëf ne prej atyre të cilët fundi i vitit na përkujton fundin ton, dhe kështu duke përkujtuar njeriu fundin e tij, bën sa më shumë vepra dhe sa më shumë punë të mira. Allah na falë dhe na mëshiroft të gjithëve. E lutem Zotin ton na falë ne, prindërit tanë, të afërmit tanë, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. E lutem Zotin ton që rinin ton ta udhëzojë në rrugën e drejtë. E lutem Zotin ton që të afërmit tanë, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë, të cilët janë të sëmurë, Allahu i lartësuar të shërojë me një shërim të plotë. E lutem Zotin ton ata të cilët janë mirë në shëndetin e tyre, Allahu t'i ruajë shëndetin të begatit madhe dhe t'ia zgjasë jetën në punët e hajrit. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.